Për zyrtarët publik zhvillohet në 3 faza, me marrjen e detyrës, përfundimin e saj dhe përmes deklarimit të rregull vjetor për vitin paraprak. Sipas Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, mbi 10.350 zyrtar janë të obliguar për deklarimin e rregullt këtë vit. Megjithatë, në orët e fundit të afatit, qindra prej tyre ende nuk e kanë përfunduar këtë proces. Deri sot, deri në këto momente, në orët e pasdites të ditës së fundit, e kanë kryer obligimin shumica dërmuese e tyre, kanë mbetur edhe 300 zyrtarë pa hapur fare deklarimin e pasurisë, e kanë lënë për momentin e fundit, dhe janë 350 që janë në përfundim të deklarimit të pasurisë. Kemi rreth 650 të cilët ende nuk e kanë kryer deklarimin e pasurisë, kur kemi edhe ndoshta më pak se 10 orë për përfundim të këtij procesi. Autoritetet paralajmërojnë se menjëherë pas përfundimit të afatit do të nisin procedurat ndëshkuese. Hapat e parë menjëherë me 1 prill, ne bëjmë listën dhe tentojmë ta pastrojmë atë dhe shqiptojnë gjobat mandatore për 30% të pagës mujore të zyrtarëve. Secili zyrtar që nuk e kryen obligimin deri në fund të ditës sot, deri në ora 12, nesër do të kontaktohet dhe do të fillojnë procedurat për shqiptimin e gjobës mandatore që shkon deri në 500 euro. Sipas agjencisë, shumica e zyrtarëve që nuk e kanë deklaruar pasurinë nuk u përkasin niveleve të larta drejtuese, por ligji zbatohet njësoj për të gjithë. Në mesin e subjekteve deklaruese përfshihen zyrtarë të administratës publike, policë hetues, si dhe për herë të parë edhe mjek dhe profesor të institucioneve publike. Vitin e kaluar janë shqiptuar mbi 130 gjoba për vonesa, përfshirë edhe zyrtarë të lartë. Agjencia u bën thirrje të gjithë zyrtarëve që ta respektojnë afatin, duke theksuar se transparenca mbetet thelbësore për besimin e qytetarëve në institucionet publike.